Mirë se erdhët podcastin më të ri të nyjes titulluar Raportime zanore. Kjo nisëm do të ofrojë për dëgjuesit dhe ndjekësit tanë 9 episode që përvijojnë angazhimin e redaksisë sonë në tema sociale, kulturore dhe politike në qytetin e Kamzës dhe përtej tij. Duke e bazuar punën tonë kërkuese në artikuj të thelluar të publikuar më parë në rubrikën Raportime nga Kamza, synojmë që të vazhdojmë trajtimin e këtyre temave që lidhen me shërbimet publike, kulturën, komunitetet e marginalizuara, financat publike dhe të drejtat e njerëzit. Në podcaste do të dëgjoni biseda të zhvilluara në terren, në lagje të ndryshme të Kamzës, të kombinuara me biseda më të shtruara me studentë, aktivistë, qytetarë dhe studiues. Për në Valias nisemi për të hulumtuar mbi jetën e punonjësve emigrant që punojnë gjetk, por banojnë aty. Të trajtuar në podcastin e parë të serisë të raportimeve zanore. Të parët banore që takuam ishin Dallëndyshja, që shiste fare në cep të pallateve të rindërtuara, dhe Vera, e cila po thurte me shtiza dhe ndante bisedën me shoqen e saj. Nisim të pyesim për emigrantët e huaj dhe pas minutash bisede, i themi që gjithashtu përgatisim një podcast për minoritetin egjiptian dhe atë rom. Tu nuk ka rom, egjiptian po, unë jam egjiptiane. Tregon Dallëndyshja dhe nis të rrëfej historinë e saj. Unë kam marrë 7 vjetë nga Valia, jam nga Elbasani, kam marrë 7 vjetë kam marrë këtu. Edhe ku ka ardhur këtu ka qenë të themi balte gjëra, ujë për ti s'kishte. Po tash i lëvdi Zoti ka rregulluar gjëra, ka rregulluar. Kemi mirë. Edhe me koshpën për mirë, nuk kemi dallim rrethare, në Valias nuk ka. Kështu, Rom nuk ka. Egjiptian janë shumë të Valias. Ferm, ka qenë ferm. Ishte në Elbasani, e mora burin këtu. Buri ka arqyr 29 forcar, ishte forcar edhe 29. Edhe unë kam 7 jetën kër jam aty me burin. Ka marrë pak e vogël, 5 vjeçe. Fermën në Beshërkamës. Kam punuar të jetën time. Deri në 94, pastaj eri si temi tjetër. Deri në 94 kam punuar. Pastaj nga 94 dorëm asistencë, pastaj mora me para. Dhe kështu gjona të steni kalua, unë e kam pas një bush shumë të mirë. Ka vdekur pak, ka 24 vjetë ka vdekur, po më ka përra shumë mirë vërejtje. Unë kemi qenë, që thua si shok, si vasja, po një të dy, e një të dy në të. Edhe unë edhe guri, ishë ma që njësë atë ka. Kemi 3 kalamaj, kena dojë, kam 2 gota i shumë, me guri kam dojë, i kam të martuar e ta. Qunin ka një gruar, vajzat i kam tu vajzat. Një vajzë kam martu këtu, një vajzë kam martu e Elbasan. Kurse djalim ka ikër në gjejnë, djali po, ka ikër. Edhe akoma, po punon. Tama nëna, u marri 120.000 lekë pension. Kuti që ke dritat, ke ujti, ato haj, apo të një të para. Unë pagujt ato dritat ato, pagujt dhe ujtin, marrë i festu, edhe 70 dhe haj. Mirë, falenderoj Zotit. Në Valias, si qytet punëtorësh, ka të ardhur nga gjithë Shqipëria. Rrotull saj janë zhvendosur edhe më shumë familje pas vitit 1990. Kur e pyesim Dallëndyshën për marrëdhënien me fqinjet dhe komunitetin pranë saj, ajo merr shembull Verën, shoqen e saj të pasditeve me diell. Kena shkuar mirë, kjo është dore bardh, unë jam egyptiane, jemi mirë, hajmë, pijmë, hajmë bashkë, be mirë, lëvdi Zotit. Me njëherë pas saj, Vera shton se fjala është ajo që i mban bashkë ose i largon njerëzit. Mes tyre, nuk mban mend ndonjëherë të ketë pasur hatërmbetje të qëndësishme që kanë ndikuar në krijimin e ndasive në komunitet. Në zonë me njeri, nuk u shkon mirë, kjo të prish, kjo të nëjgoja. Vera është nënë e moshuar me origjinë nga Tirana, që prej dekadash jeton në Valias. Flokët e saj të bardha, fytyra e rrudhër dhe sytë e thellë, tregojnë shumë për mundin e viteve të lodhshëm të punës gjatë diktaturës. E mbetur vetëm pas emigrimit të fëmijëve dhe ndarjes nga jeta e bashkëshortit, për Verën është shumë e rëndësishme marrëdhënia me fëmijët e saj. Teksa bisedojmë me Dallëndyshën dhe Verën, na bashkohet edhe afër dita. Fëmijët e tyre, gjithashtu e minoritetit egjiptian. Edhe ajo nis të na rrëfej jetën e saj në Valias, vendlindjen dhe vendbanimin e saj. Unë jam valisake, Demba më den. Ti du martuar këtu,
Keqërojnë, në të në E dyqanesh dhe ajo. mirë, jo keq, po nga gjendja ekonomike vuajnë për shtëpi tash që kura i tërmeti, dhe më thënë 2019, a 26 nëntori, në shtëpit e vjetra ndë vuajnë për shtëpia në meqara, ekonomia bërë fare, në të vërtetë po vujnë shumë. Shqetësimi i saj më i madh është banimi. Mungesa një shtëpie për të strehuar dinjitetshëm familjen e saj. Të ardhurat ekonomike janë të pakta dhe sigurohen vetëm nga bashkëshorti përmes punës së tij të mbledhjes së metaleve për riciklim. Uri punon kështu, mbledh gjana kështu, kanace gjana kështu. Po shtëpi jam na, po kena shku të bashkia s'pona bona si vetë. Bashkia jo të pak. E pyetur nëse bashkia Kamës është e informuar për gjendjen e vështirë në të cilën familja e saj ndodhet, Afërdita tregon se pas tërmetit, punonjës të bashkisë kanë ardhur për të verifikuar situatën, por nuk kanë bërë asgjë, as për strehim dhe as për ndihmë ekonomike. Neve s'na ka dhënë, për zotin, neve jemi dhe me të 4 kunetër me një vend atje, me një dhëmë vogël, 50 e ca vite, me një dhëmë vogël. Kam rritur 5 fëmijë, burrë vetë 7. Pra shtëpia po ne kanë ardhur, na kanë parë gjendjen, na kanë verifikuar, për vjen jasë që bashkia s'ka bërë për ne. Punatin e ka me qëra, po vujnë pikën e zesë, më larg se je ka bërë fjalë me të qëra, sepse as për në më ndihmon bashkia, as i gjë për gjëja. Lidhur me strehimin e minoriteteve egjiptian dhe rom, në vazhdim do të bisedoj me studentin e antropologjisë Matia Panji, i cili po zhvillon punën e tij kërkimore lidhur me banesat sociale në një prej lagjeve të Tiranës. So I am from the University of Siena. Unë jam nga Universiteti i Sienës edhe po ndjek një program masteri atje. Kam fituar një bursën Erasmus. Si student antropologjie, interesi im është të punoj në mënyrën se si njerëzit jetojnë në banesat sociale, edhe për këtë pata mundësinë të vi këtu në Tiranë. Përshtypja ime e parë ishin godinat e mëdha, të cilat nëse ecën nëpër rrugët ku ato ndodhen, është e pamundur të mos i dallosh. Janë ndërtesa që arrin më shumë se dyfishën i lartësisë së shtëpive të tjera apo pallateve të vogla që ndodhen aty pranë. Nuk është një vend në të cilin thjesht mund të kalosh, por një vend që qëndron aty anash rrugëve, edhe megjithse ka shumë njerëz, nuk është që të thonë eja brenda, eja të tregoj se çfarë ka rrotull. Për të filluar hulumtimin tim etnografik, vendosa të rrija në një bar afër edhe të filloja të njihesha me njerëzit, duke u treguar që në fillim kush isha dhe pse ndodhesha aty. Sigurisht, prezenca ime në fillim u perceptua si e një të huaj, madje një huaj i dyshimt. Shumë më pyesnin pse je këtu, çfarë po bën, çfarë po sheh këtu, mos je ndaj hetues. Shumë njerëz më pyesnin nëse isha polic, ndërsa të tjerë më thonë që disa prej tyre mendonin se isha i dërguar nga shteti italian për ndonjë hetim. Kjo më bëri të ndjej sensin e kontrastit edhe në idenë e institucioneve në përgjithësi. E ke parasysh vetë përpjekja për të bërë kërkime për mënyrën se si njerëzit jetojnë në banesat sociale është një pyetje që ngjan çuditshëm. Një gjë që unë kam dëgjuar shpesh është edhe emigrimi ndërkombëtar, është shumë i zakonshëm edhe ndodh nga dita në ditë. Dëgjoj njerëz që thonë nëse marr letrat sot do iki ose nëse marr këto lek për 2 orë iki. Do të iki nëse ose u mundova të largohem por nuk kisha dokumenta dhe mësova prapë këtu. Ndonjëherë më thonë, mos shko atje se banesat janë një vend i rrezikshëm, mos shko vetëm nëse je shoqëruar. Në përgjithësi thonë që nuk është një vend i mirë. Në fillim njerëzit gjithmonë më thonin, ik nga këtu, merr autobusin dhe shkon në qendër. Merr autobusin dhe shkon në shtëpi, mos u sill vërtall, mos fol me njerëzit ose mos u beso njerëzve. A ndihesh kështu? Nuk mund ta them sepse sigurisht fjalët që njerëzit thonë kanë një impakt të unë. Por jo të gjithë kanë të njëjtin narrativ, jo të gjithë thonë të njëjtën gjë për lagjen. Ka njerëz që thonë shko, është okay, mundemi të shkojmë. Po përpiqem të aksesoj disa dokumenta për historinë e ndërtimit të banesave. Diku nga 2013 a 2015 u ndërtuan disa prej tyre, edhe më pas rreth 2 vite më vonë u ndërtuan banesat sociale ku sot jetojnë familjet rome. Kur i pyes ku jetonin më parë, më tregojnë për lagjet vjetra të Tiranës, ku kanë banuar deri në vitin 2008-2009. Por që më pas, shtëpitë e tyre janë shkatruar nga vendime politike dhe projekte të urbanizimit. Doja të kuptoja më qartë pse njerëzit që u zhvendosën në Tiranë filluan të ndërtojnë shtëpi, sepse nëse zhvendosësh këtu, qyteti fillon të rritet dhe normalisht ti duhet të ndërtosh shtëpi.
Doja t'i njihja më mirë, më thellë njerëzit që jetonin aty, çfarë mendonin njerëzit për banesat sociale, si jetojnë aty, sepse disa njerëz thonë që banesat sociale janë ndërtuar për romët dhe egjiptianët, por nëse ka një gjë me të cilën shumica e njerëzve bien dakord, është se punonjësit e banesat sociale janë njerëz të cilët nuk u intereson se çfarë ndodh aty. Disa njerëz thonë se ata ose ato kanë paguar para për të fituar vendin e punës, ose para 4 vitesh unë linda një fëmijë dhe ata nuk mësonin asnjë gjë, as pampersa, as qumësht, as gjë. Kam provuar të shkoj për t'ju treguar se kush jam dhe çfarë po bëj, por më kanë thënë se s'mund të qëndrosh këtu. Nëse do të qëndrosh këtu, duhet marrësh një leje nga Bashkia e Tiranës. Kush ta kërkon këtë? Njerëzit që punojnë në qendrën komunitare, një ndërtesë e veçuar në të cilën qëndrojnë punonjësit e shtetit, mendoj se janë psikolog apo punonjës social të qendrës komunitare. Pra vetëm aty të duhet leja. Po. Pra është e hapur për njerëzit e tjerë, por jo për ty. Po. A është e lidhur kjo qendër me bashkinë? Po. Zgjedhin pagesat, qeran, mbledhin faturat, sepse e ke parasysh që të gjithë që jetojnë në banesat sociale kanë tjetër marrëveshje me shtetin. Disa paguajnë qera, disa nuk paguajnë. Ka lloje të ndryshme marrëdhënies që janë krijuar edhe bazuar në respektin për agjendet e shtetit me bashkinë edhe kështu me radhë. Të jetosh në një banesë sociale nuk do të thotë domosdoshmërisht që je i varfër. Ka njerëz që kanë më shumë se të tjerët, disa ndoshta kanë një dyqan, disa të tjerë ndoshta punojnë në një bar, disa të tjerë nuk punojnë fare, ndërsa të tjerë bëjnë punë të ndryshme. Disa janë të punësuar në pastrimin e qytetit, disa të tjerë nuk punojnë sepse bëjnë punë informale, sa herë që të kenë mundësi. Duke paguar qiran do ta zotërojmë këtë shtëpi, këtë apartament, por kalojnë më shumë se 10 vite dhe ende paguajnë qira. Njerëzit tonë nuk do të paguajnë më, nuk më intereson, nuk paguajnë, nëse duan të më nxjerrin, le të vinë dhe të më nxjerrin, por unë nuk do të iki. Disa tjerë përkundërzi më thonë, po sapo kam ardhur këtu disa muaj më parë. Njerëzit që jetojnë në këtë apartament para meje nuk paguajnë faturat, prandaj i nxorën. Unë u përpoqa të kthehem prapë atje, por më thanë se s'mundesha. Para se të nisesha më thanë, e di pse të thanë ti ikesh tani, sepse tani kryetari i Bashkisë së Tiranës është akuzuar dhe ata mendojnë që ti je një hetues. Para se të nisesha më thanë mos shko atje, unë u përpoqa të shkoja për të kërkuar një apartament atje, edhe ata më thanë se nuk ishte e mundur. Shumica e njerëzve që kam takuar janë njerëz që jetojnë në banesa sociale, madje edhe vizualisht mund ta dallosh që janë lloje të ndryshme të ndërtesave përreth. Ka shtëpi të vjetra, një shkollë, bare dhe vende të tilla. Dhe pastaj nga ana tjetër që ato ndërtesat e vjetra që janë banesat sociale edhe janë shumë ndryshe. Dhe njerëzit kur i përshkruajnë si ndërtesa që nuk janë ndërtuar mirë dhe të cilat ka shumë lagështi. Ata që erën të pare duhet të blinin pothuajse gjithçka, pothuajse të gjitha mobiljet. Rrugtimet e njerëzve janë shumë të ndryshme. Nuk është se njerëzit që jetojnë në banesa sociale mund të kategorizohen aq lehtë, nuk është se ata që jetojnë në banesa sociale janë njerëz të këqij. Nuk është të thënë se të gjithë ata që jetojnë atje, përfshirë edhe ne, janë njerëz të këqij. Nuk është plotësisht kështu. Ashtu siç nuk thonë jo, romët janë njerëz të këqij. Disa njerëz janë të këqij, disa të tjerë jo. Por kjo nuk ka të bëjë me faktin nëse je rom apo jo. A ka një ndarje të dukshme prej banesave sociale që janë për minoritetin rom dhe egjiptian dhe atyre banesave sociale që janë për njerëzit që janë të pastre dhe kanë nevojë për mbështetje? Nuk është se ka ndonjë ndarje të madhe, dua të them arkitekturalisht po. Ka disa ndërtesa që janë ndërtuar pas ndërtesave të mëdha për romët dhe egjiptianët, por shumica e njerëzve që përdorin banesat sociale, më shumë se 80% janë kryesisht egjiptianë dhe rom. Vizualisht mund ta shohësh që ka ndërtesa të vjetra që janë ngjitur me to, por nuk ka ndonjë diferencë madhe. Nuk është se mund ta vesh re ndryshimin. Ata që ke parë përreth janë nga minoritetet? Po, sigurisht. Po mundohem të kuptoj diçka që mu duk shumë e papritur, fakti që nuk e pata lehtë të kem akses në terren. Ndjej që ka tension ndaj njerëzve që punojnë aty, tension ndaj shoqërisë me të cilën njerëzit jetojnë, tension ndaj faktit se njerëzit duhet fitojnë për të jetuar në një mënyrë apo në një tjetër. Por edhe kur punojnë shumë, paguhen shumë pak, asa nuk u jepet mundësia të kenë një jetë dinjetoze. Diçka që për mua është shumë e dukshme është se këtu në Shqipëri, edhe pse pagat janë të ulta, çmimet e ushqimeve janë shumë të larta, shumë të shtrenjta, dhe njëherë më të shtrenjta se në Itali, kështu që nuk është as pak e lehtë, ka shumë pasiguri sociale. Disa njerëz thonë nuk dua të punoj për 250 euro në muaj. Pse? Më mirë të mos punoj fare, më mirë pres, punoj 3 muaj, pastaj vi këtu, pasi qëndroj pak këtu, shkoj 4 muaj në jug të Shqipërisë, punoj gjatë verës atje dhe kthehem sërish këtu. Ndoshta gjej ndonjë punë të vogël atje, pastaj shkoj në ndonjë vend tjetër e kështu me radhë. Edhe dikush që ka një bar punon nga 6 e mëngjesit deri në 10 të darkës
dhe fiton rreth 600 euro. from 6 in the morning to 10 at night and make like 600 euro. Sapo dëgjuat episodin e 2 të podcastit Raportime zanore. Për më shumë ju ftojmë të lexoni artikullin Egjiptianët e Kamzës mes varfërisë dhe skajimit nga antropologu Ervin Kaçiu. Si edhe ju ftojmë të na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, Facebook dhe Spotify.